Në shumë zona shqiptare ka një rregull të pashkruar që të moshuarit e respektojnë me fanatizëm. Mos i thuaj askujt sa muaj është 7 zën gruaja. Dhe ky nuk është thjesht një zakon, është një bestytni e lashtë që rënjët i ka në frikën, mbrojtjen dhe sekretet e familjes shqiptare. Gjyshërit tanë besonin se 7 zënja duhet mbajtur larg syrit të botës për sa më gjatë. Sa më pak që flitet, aq më e mbrojtur është gruaja. Sepse çdo fjalë, çdo koment, madje edhe një mendim i keq mund të sillte më sysh. E kur dikush pyes sa muaj është, shqiptari i vjetër nuk përgjigjej kur drejt e me numër. Thoshte, aman, pak ka Zoti e bëft me mbarësi. Kjo heshtje nuk ishte thjesht tradit, por mbrojtje. Thuaj se sa më shumë njerëz ta dinin kohën, aq më e rrezikuar ishte shtatzënia nga energjitë negative, zilia ose shikimi i padëshiruar. Dhe mësyshit e gruaja shtatzën konsiderohen një nga format më të rrezikshme. Prandaj shumë familje mbanin hudhra, gjilpëra në rroba ose një shenjë të vogël të zezë në bark si mburoj. Në disa zona besohej edhe se goja e botës mund ta prish fatin e fëmijës. Disa thoshin se fjalët janë si thika, sa më shumë flitet, aq më tepër preket fati i nënës dhe i fëmijës së palindur. Kështu, koha e shtatzënisë nuk thuhej, nuk numërohej me zë, nuk përhapej. Ishte sekret i shtëpisë. Sot këto besime duken të vjetra, të çuditshme madje, por janë pjesë e një kulture që gjithmonë ka pasur frikë nga e keqja e syrit dhe ka dashur të mbrojë më të dobëtin. Në këtë rast, nënën dhe foshnjën. Kështu që kur dikush thoshte, mos e thuaj sa muajsh është, nuk ishte për paragjykim, ishte një lloj bekimi, një mënyrë e vjetër për të thënë, e ruajt Zoti e pas të mbar.